Nuk ka lumturi me pagesë. A mendon që dashuria është hublim e para? Po qarkullon në përjetë çdo herë, po nuk ka jetë gjatësia jo me para. Unë kam një vajzë po më përbush me gjitha aspektet, se nuk ka të bëj fëmija, dallimi fëmijës djalë vajzë, po nëse i keni fëmijë të shëndosh, kërkesa bashkëshortit është të kem vetëm një fëmijë. Vetëm një fëmijë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, Si po kalon? mirë, Me faleminderit. telefonim mirë dukesh. Mirë, shumë mirë. A mund të jetë lumtur një martesë pa para? Po. Mundet me qenë sinqeriteti, besnikëria. Kështu. Se shumica mas paras e bëjnë të lumtur një martesë. Sidomos kohëve të fundit paraja shëndru. Nuk ka lumturi me pagesë. Nuk ka. A mendon që dashuria është hublim e para? Kohëve të fundit. Si ke sheh këto? Po qarkullon në përjetë çdo herë, po s'ma mërmenja që ekziston kjo. Një dashuri e sinqertë. A ka e gjatësi? Një dashuri me para. Nëse ka marrë veç për para. Jo. Absolut. Nuk ka jetë gjatësia jo me para. Që ka bën të lumtur një martesë, sipas teje, me gjatësi. Sinqeriteti. Besnikëria, gjitha i bën të lumtura. Dhe jetë gjatësinë më të mirë një martese. Ju jeni grua? Po. Sa e re dukesh. Faleminderit. Ti tha unë kështu mendoj që unë mora si vajzë e re që je. Faleminderit. Mere si kompliment kështu. Keni Faleminderit. fëmijë? Po e kam një vajzë. Vjetë gjatë. Po, faleminderit Pas shumë. ki botën. Shumë falem, po. Atje është bota. Se Fëmija unë- është bota, Po, gjithçka. jo gjitha, domethënë vajza, ai përmbush edhe djalin. Po. Unë kam një vajzë po më përbush me gjitha aspektet, se nuk ka të bëj fëmija, dallimi fëmijës djalë vajzë, po nëse i keni fëmijë të shëndosh, mas pari është shëndeti në rend parë, ato i kam bitë gjitha. A mendoj që hala i shohin vajzë djalë që na kemi hala. I shohin mentaliteti ka gjithkën, edhe i shohin ato, po me një vajzë kur të përmbush me gjitha aspektet mas pari shëndeti, edhe jam e përmbushur me gjitha. Po kërkesa e bashkëshortit ka qenë ta kemi edhe një djalë. Jo, kërkesa bashkëshortit është të kem vetëm një fëmijë. Vetëm një fëmijë. Edhe ka qenë, do është zoti, ka qenë vajzë, unë përmbush me gjitha aspektës, nuk e kam problem. Sa e mirë një gjë e tillë, më pëlqen që ka të prind, se disa Jo. bëjnë edhe presionin Normal. grave që ta kemi një djalë. Po. A ndërkohë mbas sa viteve të ka vajza në jetë? Mas 2 vite. Mas 2 viteve. Po. Herë të parë kur e kape fëmijën, aty vetë ti nën kur e shijove, si ke për ty bota? Mu plecu dhe gjithë bota. Qa dhe thëmë? Dyshim? Jo. Para apo pas tash? Me si që e bën anë. Po? Ku ka ndryshu për ty? Po, normal. Që ka ndryshue, po vazhdojmë. Fëmija i ka të vetat, unë i kam të fëmijat. Edhe kështu. Po të në fund gjitha nana, gjitha krave, një mesazh. Gjitha një mesazh të uroj shëndet mas pari, me fëmijët, qenë të lumtura, rrugën, si cilin ato të vetën, vazhdojmë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Ma të mirat, faleminderit shumë.